vendosit që t'jemërohet edhe antari i tretë. Kjo dëshmon edhe njerë ata që e thamë se i përket presidentës që vazhdimisht ka qenë në agendën e vetë vendosit dhe zotit Kurti. Edhe tani besoni se është në agendën e tyre, por dihet krisja raportit? Ka vazhdu kjo avaz deri në këtë kohë dhe pse është dashur të dërgohet në gjykatë kushtetuese për interpretim, kur është e qartë pra antari i dytë i takon Partisë Demokratike të Kosovës si subjekti i dytë apo subjekti më i madh opozitar, dhe ju e patë që gjykata e hodhi poshtë këtë kërkesë, dhe unë jam i bindur që në ditën e vazhdim madje edhe po vazhdon të shkelet Kushtetuta e Republikës Kosovës, sepse ende s'po emërohet antari i dytë i PDK-s. Dhe për pak ditë i përfundon edhe mandati Osmanit, besoni se kjo më pastaj do mbetet në dorën e ushtruesës së detyrës presitentes natyrisht, dhe besoni se do favorizoj lëvizjen vetëvendosje me këtë antar? Nëse nuk do të ketë veprime, ne sigurisht që do t'i drejtohemi edhe ne gjykatës kushtetuese, por na jemi të bindur që kjo çështje duhet të zgjidhet sepse tashmë është e qartë. Ka qenë e qartë edhe në të kaluarën, po me që kanë pas hezitime dhe dilema, tashmë cilat janë dilemat. Nëse vazhdojnë me pas si fare lojra për me prolongu dhe mos me përcaktu antarin e dytë tonin në KQZ, ne sigurisht që do të drejtohemi gjykatës kushtetuese edhe një herë për me e detyru udhën e presidentit për me përcaktu antarin ton dytë në KQZ. E qartë.